Shumë prej nesh kanë ndjerë të paktën një herë djegje stomaku, aciditet apo ndoshta dhe janë përballur me ulçer gastrike apo duodenale. Por a dini se disa nga ushqimet më të zakonshme në kuzhinën shqiptare si karrota dhe lakra e bardhë mund të kenë vetitje jashtëzakonshme për të mbrojtur dhe rigjeneruar stomakun? Karrota, rrënja që mbron mukozën e stomakut. Karrota nuk është vetëm e ëmbël dhe e shëndetshme për syt, ajo është një aleat i fuqishëm për traktin tretës. Beta-karoteni, që jep karrotës ngjyrën e saj portokalli, është dorërohet në vitaminën A, e cila është jetike për riparimin e mukozës së stomakut dhe të zorrve. Karrota ka flavonoide dhe antioksidant që ndihmojnë në neutralizimin e radikaleve të lira, që janë shpesh shkaktar të dëmtimit të indeve të brendshme të stomakut. Studimet të fundit kanë treguar se lëngu i karrotës, kur merret rregullisht, pakëson formimin e ulcerave, përmirëson tretjen dhe rrit sekretimin e mukusit mbrojtës në stomak. Përdorimi: një smoothie mëngjes me karrotë, mollë dhe pak xhenxhefil është mënyrë perfekte për të nisur ditën. Karrota e zier lehtë është gjithashtu e lehtë për stomakun dhe shumë ushqyese. Lakra e bardhë, mbretëresha e stomakut. Në shikim të parë lakra mund të duket si një perim e zakonshme që përdoret për të ushqyer ose gjell, por lakra e bardhë është një nga ushqimet më të studiuara për efektin e saj në trajtimin e ulcerave. Ajo përmban një përbërës i njohur si vitamina U, një emërtim i përdorur që në vitet 50 për të përshkruar një substancë që ndihmon në shërimin e plakëve të brendshme të shkaktuara nga acidi në stomak. Lakra është gjithashtu shumë e pasur me vitaminën C, një antioksidant që ndihmon trupin në riparimin e indeve të dëmtuara dhe rrit imunitetin. Në një studim klinik të njohur, pacientë me ulcer që morën lëng lakre të freskët shëruan ulcerën në më pak se gjysmën e kohës krahasuar me ato që morën trajtime tradicionale. Përdorimi: lëngu i lakrës mund të merret në mëngjes esëll për 1 deri në 2 javë si një kurë natyrale mbështetëse. Lakra mund të përdoret në smoothie bashkë me karrotë për një efekt sinergjik, një kombinim që qetëson stomakun, përmirëson tretjen dhe rigjeneron mukozën. Kombinimi në smoothie, një shurup natyral për stomakun, për të përfituar maksimalisht nga këto dy ushqime. Mund të përgatitni një smoothie të thjeshtë, një karrotë e bardhë, 1/2 filxhan lakrë e bardhë e grirë, një mollë për ëmbëlsi dhe për të zbutur efektin, një gotuj ose lëng aloe vera. Ndërsa këto ushqime kanë vlerë të provuar shkencërisht, është e rëndësishme të kuptojmë se nuk zëvendësojmë antibiotikët apo barnat për ulcer kur ka infeksione me Helicobacter pylori. Personat me probleme me gazrat, sëmundje të tiroidës apo intolerancë të lakrës duhet të fillojnë me sasi të vogla. Gjithashtu konsultoni me mjekun përpara çdo trajtimi natyral, sidomos kur ka sëmundje të rënda. Karrota dhe lakra e bardhë janë më shumë se thjesht përbërës të kuzhinës tonë. Ato janë ilaçe natyrale të fuqishme, të përballueshme dhe të mbështetura nga shkenca moderne për rolin e tyre në shëndetin e stomakut, tretjen dhe trajtimin e ulcerës. Mirëmbrëma të dashur miq. Emisionin e kaluar ose në episodin e emisionit kaluar ne folëm pak për rëndësinë e vitaminës B12, ndërkohësisht folëm edhe për disa ushqime që shërojnë plagët e stomakut. Përse unë thash ushqimet që shërojnë plagët e stomakut? Në këtë emision do të zgjerojmë pak më shumë për ushqimet që shërojnë plagët e stomakut ose edhe për ushqimet të cilat riparojnë plagët e stomakut, të cilat mund të bëjnë kryesisht nga ulçrat e stomakut. Cilat janë këto ushqime që të paktën janë të provuara shkencërisht edhe janë të cilat janë me teza të argumentuara shkencore, që riparojnë dhe ndihmojnë në riparimin e mukozës së stomakut. Cilat janë këto? Unë i kam edhe pas meje në imazh. Karrota tani në stinën e dimrit përmban disa lëndë të cilat neutralizojnë radikalet e lira, por përmbajnë dhe disa beta-karoten që konvertojnë në vitamin A. Dhe vitamina A është e rëndësishme për rigjenerimin e epitelit të stomakut. Karrota është e rëndësishme dhe për të edhe njërë tjetër, çfarë bën, redukton shkallën e inflamacionit ose shkallën e problemit në stomak. Është shumë e rëndësishme karrota nga tani në stinën e dimrit. Karrota nga ana tjetër përmban dhe lëndë të tjera sikurse është edhe fukoksantinat ose neoksantinat. Edhe këto janë lëndë që mbrojnë qelizën përkundrejt radikaleve të lira. Karrota kanë nivele të rëndësishme vitaminën B6, që quhet piridoksamina ku merr pjesë në metabolizmin e aminoacideve. Piridoksal 5-fosfati është i rëndësishëm dhe si kofaktor në proceset enzimatike të disa cikleve në qelizë. Nga ana tjetër, numër 1 për prodhimin e acidit kloridrik ose një ndër faktorët më kryesorë për prodhimin e acidit kloridrik është edhe vitamina B5, acidi pantoneik. Acidi pantoneik është vitaminë e rëndësishme për prodhimin ose edhe për përthithjen e koenzimës Q10. Prandaj, vitamina B5
B6, beta-karotenët, karotenoidët, të cilat konvertojnë në vitaminën A, ndodhen me shumicë tek karota. Dhe karota mund të bëhet në formën e smoothit, duke u bashkuar me dardhën dhe formon një masë gjelatinoze të rëndësishme për të reduktuar ose për të riparuar mukozën e stomakut ose plagën e stomakut. Unë këto po ua them për të ndihmuar në procesin e ndërtimit ose të rigjenerimit të epitelit të stomakut. Dhe nuk po u them që lini medikamentet që keni marrë nga mjeku dhe vazhdoni këto. Absolutisht që jo. Këto ndihmojnë në riparimin e mukozave të stomakut, sepse përmbajnë, kanë efekt sinergjik, kanë pigmente naturale, flavonoid natural dhe kanë lëndë bioaktive ose alkaloid të rëndësishëm që riparojnë dhe mund ta themi shërojnë mukozën e stomakut. Dhe duhen përdorur për një afat saktuar, 2 deri në 3 muaj për të parë efekt. Karota mund të kombinohet edhe me mollën. Molla ka pektin, molla ka kuarcetin, molla ka fisetin, molla ka lëndë të madje molla ka dhe disa lëndë të rëndësishme aty që quhen edhe kitinaza, ksilinaza. Kitinaza dhe ksilinazat janë njësoj si pektina, të cilat janë fibra që rrethojnë ose mbështjellin mukozat ose krijojnë një lëndë aty gjelatinoze që mos të dëmtojnë nga antibiotikët, sepse kujdes, marrja e qetësuesve, unë ua kam thënë, antibiotikët pa kriter, rezistenca antibiotikëve, ilaçet cilat janë pantoprazol, omeprazol, kujdes sepse provokojnë dhe probleme. Nëse përdoren për një kohë të gjatë, për një gastrit ose për një refluks gastroezofageal. Prandaj kujdes me përdorimin e tyre afatgjatë. Më shumë ti kujdes te pjesa ushqimit, pra ushqimet pasura me izoflavone, metilflavone, izotiocianate, ushqimet cilat janë të pasura me glikozinolate, ushqimet cilat janë të pasura me komponent të sqafurit organik, sikurse është kungulli me karotën, karota me mollën, kungulli me dardhën, që riparojnë mukozën e stomakut. Pra, një recet ndihmuese për gjenerimin e mukozës së stomakut, që është karota, një karot, edhe gjysmë mollë në 150 ml ujë, që mund të bëhet në formën e smoothit dhe mund të konsumohet si pure. Në drek edhe në mëngjes. Në mëngjes pas ushqimit, ndërsa në drek para ushqimit. Sepse përmban kitinaz, ksilinaz, përmban të pektin. Pektina është molekullë shumë e rëndësishme, përmban pigmente naturale të rëndësishme, përmban vitamina të rëndësishme, B5-ën, përmban B6 në piridoksal 5-fosfatin, acidin pantoneik që është i rëndësishëm për prodhimin e koenzimës Q10 edhe për ndërtimin e një molekule e cila quhet acetilkoenzima A, që formohet nga acidi piruvik, që acidi piruvik nëpërmjet piruvato dehidrogenazës konvertohet në acetilkoenzimën A, që bashkohet me një acetaldehid dhe që acetilkoenzima A duhet futen ciklin e Krebsit që të japi më pas disa lëndë që quhet acidi citrik dhe që kondensohet me acidin oksalacetik ku formohet acidi citrik me 6 atome karboni. Pra, karota, një karot gjysmë mollë, sepse përmban kuarcetin, përmban fisetin, luteolin, apigetrin, përmban flavonoid të rëndësishëm, kumarokuiniku, floretin ksiloglukozidët, hiperozit ksantonët, trimetilheptanoidët ndodhen tek molla dhe tek lëkura e mollës, ndërsa tek karota izotiosulfinatet ose alil izotiocianatet, beta-karotenët, luteolinat, sikurse dhe fukoksantinat, ose luteinoxantinat, luteolinidinat, luteolin 3-glukozid, sikurse dhe glikozidet naturale ose komponentët glikozid të rëndësishëm për riparimin ose për rigjenerimin e mukozës së stomakut. Tjetër, është panxhari me dardhën ose panxhari me karotën. Edhe këto kanë efekt të rigjenerues në mukozën e stomakut. Panxhar karot, karot dardh, karot moll, që këto mund të përdoren në ditë të ndryshme për disa muaj ose për 2-3 muaj kanë një efekt të konsiderueshëm. Le të kalojmë pak se çfarë bën edhe një ushqim tjetër. Këtu kemi lakrën. Në emisionin e kaluar unë thash lakrën. E rëndësishme në smooth është që mos të bëhet direkt zemra e produktit, por të bëhen kryesisht shtresat e lakrës. Dhe lakra me panxhar ose lakra me karot është madje në mjekësinë e bimëve ose në mjekësinë e ushqimeve,
lakra konsiderohet si mbretëresha e ushqimeve dhe në stinën e dimrit, sepse lakra fermentohet, bëhet si turshi, edhe është shumë e rëndësishme sepse ndihmon rigjenerimin e zorës trash, ndihmon dhe në prodhimin e disa acideve yndyrore me zinxhir të shkurtër, acid kaproik, acid oktanoik, acid izovalerik, acid butyrik, acid valerik dhe acid acetik. Kryesisht acidi oktanoik dhe acidi kaproik rigjenerojnë ose fuqizojnë traktet spino-retikulare, traktin spinotalamik anterior, sikurse dhe traktet spino-kortiko ose traktet kortikoponto-cerebellare, që dërgojnë informacione për tonusin e muskulaturës, informacione elektrike për posturën e trupit. Pra, janë disa fije elektrike që këto lidhen me organet e trupit, shkojnë në palcën e kurizit dhe shkojnë në qendrat caktuara të trurit, të cilat marrin pjesë në modulimin e ndjesive, në përpunimin e ndjesimeve, në përpunimin termik. Pra përpunojnë dhe nxehtësinë e organit. Çfarë nxehtësia ka organi? Marrin pjesë edhe në temperaturën trupore të brendshme, kryesisht trakti spinotalamik, që receptorët e tij ose degët e tij periferike i kanë ligamentën, muskujin, artikulacione dhe deri në kocka. Ndërsa kemi dhe traktin spinocerebellar dorsal, traktin spinocerebellar ventral, të cilat to janë të rëndësishme për posturën e trurit dhe që lidhen me cerebellumin ose me trurin e vogël. Por lakra, fal lëndëve ose fal prebiotikëve që ka, që unë ua përmenda pak më parë, alil izothiocianateve që ka, fal dhe metilmetioninës ose si mbretëreshe bimëve që është, fal vitaminës U, metioninës, si dhe fal alil izothiocianatve, glikozinolatve, fal lëndëve cilat janë izoteracakidinës, trisparidinës, dihidrometoksitrisparidinës, ungereminave, tazetinave, homolikarinave. Homolikarinat janë shumë të rëndësishme, kumarokuinik, floretin, ksiloglukozit, trimetilheptanoidve, fal lëndëve cilat janë luteolinat, luteolin 3-glukozit, kaenferol glikozit, kaenferol galaktozit, kaenferolit, lëndëve cilat quhen kuarcetina, që kuarcetina ndodhet dhe tek molla, ndodhet dhe tek lakra, ndodhet edhe te shumë perimet të tjera, te shumë fruta, tek kungulli, tek darda, tek borzilogu ndodhet, por lakra është e pasur me vitaminën U, metilmetionina dhe alil izothiocianatet, cidonina dhe trigonelinat, ungereminat, homolikarinat, tazetinat, trisparidinat që ndihmojnë në rigjenerimin e mukozës së stomakut. Si përdoret? Si smooth, mund të përdoret pra e shtrydhur, mund të bashkohet me karotën ose me mollën dhe është e rëndësishme për të ndihmuar në riparimin e epitelit ose të stomakut apo të zorës soll. Aloe vera përsëri me ujë, që aloe vera është bimë përsëri shumë e rëndësishme dhe kjo ndihmon në riparimin e djegjes së mukozës së stomakut, e rigjeneron atë dhe mund të përdoret patjetër e holluar me ujë, me karotën, me mollën ose dhe me dardhën. Kalojmë pak tek imazhet e tjera. Përse këto lëndë, lakra mund të bëhet edhe si turshi. Lakra mund të bëhet si turshi, repa e bardhë mund të bëhet si turshi dhe këto ndihmojnë në prodhimin ose në sintetizimin e acideve me zinxhir të shkurtër, të cilat janë acidi oktanoik, acidi pivalik, acidi oktanoik, acidi pivalik, acidi kaproik, acidi acetik, acidi butyrik, acidi oktanoik dhe acidi kaproik dhe acidi pivalik janë shumë të rëndësishëm për degët periferike të nervit vagus, por dhe për informacionin elektrik që shkon nga regioni lumbar në pjesën e regionit torakal. Janë disa transmetues ose sinjale elektrike aty ose mund t'i quajmë edhe zgjatues elektrik, fasciculus cuneatus, fasciculus gracilis, që ndodhen në pjesën lumbare. Dhe nëse ne krijojmë një lëndë, shikoni këtë që është me ngjyrë të gjelbër, këtu është një barierë mukusi, që bariera e mukusit më shumti krijohet edhe nga prezenca e këtyre baktereve, sepse këto prodhojnë dhe disa lëndë antimikrobiale, etilfenil sulfate, prodhojnë disa komponentë sulfuri që mbrojnë lëndët antimikrobiale ose që të paktën bëjnë një proces detoksifikimi. Zora mos harroni ka dhe disa sulfataza, transulfataza, ka disa acetilaza, glukoronil transferaza, të cilat pastrojnë ose rregullojnë më mirë procesin e përthythjes së zbërthimit të lëndëve ushqimore që vijnë nga stomaku.
Dhe nëse këtu ne vendosim lakrën, kungullin, nëse marrim ushqime të cilat janë të pasura me probiotik, me postbiotik, me imunobiotik, me simbiotik, këto kanë efekt sinergjik, këto kanë efekt kolinergjik, rregullojnë sinjalizimin elektrik të neuroneve, nga ana tjetër reduktojnë dhe mund ta themi inflamacionin në tru. Lakra është e pasur edhe me këto lëndë të cilat quhen flavonoid, me pigmente natyrale të rëndësishme, por është e pasur edhe me prebiotik, të cilat këto mbajnë të shëndetshëm dhe trurin, por kujdes nga ilaçet, nga medikamentet dhe ju lutem mos i merrni kot me kokën tuaj. Kryesisht qetësuesit, suplementet e kota, ato merren vetëm me përshkrimin e mjekut dhe mos i merrni kot me mendjen tuaj. Nga ana tjetër, këtu prodhojnë edhe sintetizojnë lëndë neurotransmetuese shumë të rëndësishme, të cilat ndikojnë në pjesën e gjumit, përpunimin e informacionit dhe në proceset, mund ta themi ne, të aktiviteteve sociale. Këtu kemi dhe problemet se çfarë shkakton nëse ne krijojmë inflamacion në murin e brendshëm të zorës së hollë. Çfarë bëjnë ato ushqimet? Sepse ato nuk janë vetëm për ulçërin e stomakut. Fibrat nuk janë vetëm për të riparuar mukozën. Pra, luteolinidinat, luteolinat, kwarcetinat, glikozidet, komponentët glikozid, vitamina U që ndodhet tek lakra e bardhë, vitamina U që përsëri ndodhet tek lakra e kuqe, që ndodhen tek panxari, trisparidinat, dihidrotrisparidinat, trimetileptanët, kumarokuinikët, ungereminat, tazetininat, homolikarinat, nuk janë vetëm për të riparuar mukozën e stomakut. Ka enferol glikozid, ka enferol galaktozidët, janë edhe për të forcuar lidhjet ndërqelizore, ato cilat quhen envoplakinat, periplakinat, desmogleinat, të cilat ndodhen në enterocit. Që enterocitet përbëjnë qelizat kryesore në ndërtimin ose në fuqizimin e murit të zorës së hollë. Që enterocitet janë të rëndësishme sepse prodhojnë dhe lëndë endokrine ose prodhojnë dhe hormone. Poshtë murit të zorës së hollë është edhe submukoza, lamina propria dhe shtresat e muskulaturës së mukozës, muskulatura rrethore dhe muskulatura gjatësore, të cilat këto prodhojnë dhe lëndë ose lëndë sinjalizues elektrik që quhen peptid intestinal vazoaktiv, prodhojnë acetilkolin, prodhojnë përsëri disa enkefalina periferike, që enkefalinat prodhojnë patjetër në sistemin nervor qendror, por prodhojnë dhe nga sistemi nervor enterik ose nga ganglionet mienterike apo nga plekset submukozale, nga tufat nervore që ndodhen poshtë mukozës së enterociteve, që këto pastaj ndikojnë në tru. Prandaj, ushqimet si dardha, ushqimet si molla, ushqimet si repat, vaj ullirit, lëngu i mishit, supa me kocka, ndikojnë dhe në aktivitetin e trurit që ua kam përmendur shumë herë. Por sot ne u specifikuam ato cilat janë për të ndihmuar në riparimin e inflamacionit të ulçërës, që është dardha, që është molla, që është panxari, që është aloe vera. Në shumë të rëndësishme nga këto janë dardha, molla, që këto janë efektive dhe përkundrejt Helicobacter pylori, që mund të bëjnë edhe të pjekura dhe mund të konsumojnë në formën e pures. Pra dardha, molla, kungulli, karota, që karota ka flavonoid, karota ka komponentë të rëndësishëm antimikrobial dhe antiviral, ka beta-karoten, ka nivele të rëndësishme piridoksamin, acilin pantoneik, B5, B6, manganin, që këto marrin pjesë në prodhimin e koenzimës Q10 dhe ndërtimin e acetilkoenzimës A, që futet në pas në ciklin e Krebsit dhe që konvertohet në acid citrik. Prandaj karota, dardha, molla, kungulli, lakra e bardhë, lakra e kuqe janë të rëndësishme për riparimin e mukozës së stomakut së bashku dhe me aloe vera. Ndaj edhe një herë tjetër, nga këto ushqime sa më larg, sepse këto shtojnë dhe janë burim inflamacioni dhe jo si reduktues të inflamacionit. Kujdesuni për veten tuaj dhe për shëndetin tuaj. Ju uroj natën e mirë dhe ju përshëndes që gjithëve. Natën dhe një herë tjetër miq.